Pejgamberi i Zotit kur në një rast kur e pa një të ri i cili angazhohej me zell dhe punonte shumë, dikush nga shokët e pejgamberit i Zotit tha: "Lau kana hadha fi sabilillah", sikur këtë ta bante në rrugën e Zotit, pra në luftë në rrugën e Zotit. Pejgamberi i Zotit tha: "Mos thoni kështu." Koncepti i ibadetit në Islam shpeshherë tek disa njerëz keq kuptohet apo kuptohet në soaza të ngushta që nuk kupton të ta disa rituale të caktuara të cilat kryhen e të cilat e kanë peshën e vet dhe pozitën e vet padyshim, por koncepti i ibadetit në Islam dhe adhurimit është më i gjerë. Në një definicion për adhurimin thuhet se adhurim nënkupton çdo punë të cilën Zoti i Madhërisht e don dhe e pëlqen. Dhe këtë rast po flasim për punën si diçka që Zoti e don dhe e pëlqen. Nga këtu edhe puna në jetën e besimtarit llogaritet pjesë e ibadetit. Nëse njeriu e bën me një jetë të sinqert, duke pas parasysh që Allahu i Madhërisht është ai i cili ka ngaratuar rrezikun, por ka kërkuar nga njeriu që ti realizoj shkaqet dhe të angazhohet ta siguroj atë. Këtë mënyrë besimtari nëse ka këtë jetë, pra që jeta e tij dhe vdekja e tij, që thotë Zoti në Kur'an, të jetë për Allahun e Madhërisht, e bën punën në përputhje me parimet islame me këtë qëllim, pra që të ruaj dinjitetin, të ruaj familjen, të angazhohet të ndërtoj këtë jetë që ka dhënë këtë botë që Allahu i Madhërisht ka dhënë bërë për detyrë, nga këtu jeta e besimtarit ndërsi është ibadet, edhe puna e tij është ibadet madje me vlerë. Pejgamberi i Zotit kur në një rast kur e pa një të ri i cili angazhohej me zell dhe punonte shumë, dikush nga shokët e pejgamberit i Zotit tha: "Lau kana hadha fi sabilillah", sikur këtë ta bante në rrugën e Zotit, pra në luftë në rrugën e Zotit. Pejgamberi i Zotit tha: "Mos thoni kështu", sepse ai i cili del për të kujdesur për fëmijët e vet të vegjël, për prindërit e tij të moshuar, ose edhe për vetveten, që të ruaj dinjitetin e vetvetes vet, ai është në rrugën e Zotit, pra është në ibadet dhe adhurim ndaj Allahut Madhërisht.